Operacioni sekret për kapjen e presidentit të Venezuelës Nicolás Maduro, i quajtur Maduro Out, ka nisur që në verën e kaluar, kur Donald Trump autorizoi CIA-n të kryente aksione të fshehta në territorin venezuelian. Qëllimi ishte i qartë, të ndiqeshin lëvizjet e liderit, të studioheshin bazat e tij të mbështetjes dhe rrjeti i sigurisë që e mbronte. Agjentët amerikanë vepruan në heshtje, duke kombinuar metodat klasike të infiltrimit me teknologjinë më të avancuar, përfshirë përdorimin e dronëve. Paralelisht, sipas burimeve amerikane, shërbimet sekrete të SBA-ve kërkuan edhe mbështetje brenda aparatit ushtarak venezuelian, pasi konsiderohet e vështirë që një operacion i tillë të realizojë pa ndihmë të brendshme në një shtet të mbushur me kontrolle ekstreme sigurie. Në të njëjtën kohë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio zhvillonte negociata të fshehta me figurat e regjimit të Caracasit. Vetë Rubio konfirmoi se i kishte ofruar më shumë se një herë Maduros një rrugdalje, por pa dhënë detaje se çfarë nënkuptonte kjo ofertë. Një nga pikat e paqarta mbetet nëse SBA-t ishin gati t'i garantonin atij një largim pa gjyq nga Shtetet e Bashkuara. Pasi negociatat dështuan, ekipi politik i administratës Trump, i përbërë nga Rubio, sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth dhe këshilltari për sigurinë kombëtare Stephen Miller, në bashkëpunim me generalet amerikanë të drejtuar nga shefi i shtabit Dan Kane, planifikojnë ndërhyrje ushtarake. Trump e miratoi planin 4 ditë pas Krishtlindjeve, por për shkak të motit të keq, u vendos të pritej momenti i duhur. Ora e operacionit u aktivizua në orën 22:46 të së premtes, 2 janar, sipas orës së Washingtonit. Në aksion u përfshin forcat të marinës, aviacionit dhe veçanërisht njësitë speciale kundër terrorizmit, Delta Force. Më shumë se 150 avion luftarak ngritën nga rreth 20 baza, si nga toka, ashtu edhe nga aeroplan mbajtëset. Në operacion u përdoron avion F-35, bombardues B-1, dron dhe helikopter luftarak. Gjatë natës avionët bombarduan disa objektiva strategjik në Caracas dhe rrethinat e tij, përfshirë portin La Guaira, aeroportin Higuerote dhe bazën ushtarake La Carlota. Objektivi kryesor ishte kompleksi ushtarak Fuerte Tiuna, ku Maduro ndodhi me bashkëshorten e tij, Cilia Flores. Pasi u neutralizua mbrojtja ajrore, helikopterët apash transportuan njësi Delta Force drejt kompleksit. Në orën 2:01 të mëngjesit, sipas orës lokale të Caracasit, forcat speciale hyn në perimetër, ndërprerën energjinë elektrike dhe depërtuan në ndërtesë. Sipas Trump, përplasjet ishin të ashpra, por deri tani nuk ka informacion të qartë për viktima nga pala venezueliane. Maduro dhe bashkëshortja e tij ndodheshin në katin përdhes. Brenda 46 sekondash, forcat speciale hyn në dhomën e gjumit. Maduro tentoi të largohej drejt një dhome të blinduar, por u ndal pas disa hapash. Ai u arrestua dhe u vendosën prangat. Agjentë të FBI-s i komunikuan atij urdhrin e arrestit të lëshuar nga gjykatat e New Yorkut. Sipas Rubios, ky nuk ishte një akt lufte, por zbatimi i një vendimi gjyqësor amerikan. Faza më delikate ishte largimi nga territori venezuelian. Maduro dhe bashkëshortja u transportuan me helikopter drejt një aeroplan mbajtëse amerikane që ndodhej në ujërat pranë Bregdetit. Në orën 4:29, helikopterët u ulën në kuvertën e anijes luftarake amerikane Iwo Jima. Pas përfundimit të operacionit, Donald Trump publikoi një foto të Maduros të prangosur, i veshur me tuta gri dhe syze të mëdha dielli, duke e krahasuar simbolikisht me një figurë të mundur historike.